Atëherë ne kemi organizuar që t'i kënaqim qytetarët tanë me këto makinat retro, sa do pak që i kemi, të paktën të bëjmë një event. Ja kemi bërë kërkesë drejtorisë transportit dhe organizatorëve të eventeve që organizojnë këto makinat retro, duke qenë se unë përfaqësoj Goxha në qytetin e Lushnjës, duke shikuar nga kjo makinë këtu edhe deri atje në fund, janë makinat që unë i kam blerë gjatë kohës që punoha dhe kurse dhe bli një makinë riparo, sepse nuk mund t'i marrësh do të reja, do t'i marrësh, t'i riparosh, t'i rregullosh. Po ajo që ka bërë legjendë në Shqipëri është makina gaz 69, që Shqipëria e ka legjendën e vetë, gazin 69. Me këto kemi punuar, jemi mburur. Dhe unë nuk e kam lënë, këte kam marrë makinën e parë. Në koleksionit tanë, kush është marka me vjetër? Me e vjetër është gazin 69, e 1963. Në tutje? Pastaj ka 55-ës, pastaj vinë radhë të 72-shit, e 72-shit, e 81-shit, ajo atje është e 69-ës, aja Audi 100, ky është i 72-shit, aja Audi është seri e parë, 100, pastaj është 2400, pastaj është Fordi, pastaj 1900 dhe 500. Dhe diçka si organizatori këtij eventi, cila është geografia, pjesëmarrja, nga janë përfaqësuesit? Atëherë këtu pjesë më e madhe janë lushnjarë, që i kemi këtu qytetarët tanë, por janë edhe nga Italia, kanë ardhur me ato Vespat e bukura, italianët, që na ndihmojnë, por kemi edhe nga Tirana. Kemi 2-3 shok nga Tirana që na kanë ardhur sot për të na përfaqësuar me retrot në Lushnjë. Këta janë. Nuk mund t'i bënim dot thirrje të gjithë nga çdo anë, sepse edhe ka kostot Goxha, edhe nuk mund t'i mbulojmë dot. Edhe këto janë kosto që ne i mbulojmë me xhepin tonë. Nga pasioni, nga dëshira jonë. Faleminderit. Je i nderuar. È una bellissima esperienza, è la prima volta che veniamo in Vespa qui in Albania. Siamo scesi stamattina a Durazzo e proseguiamo verso Valona e poi Durazzo, Saranda e Corfù. Poi che altro devo... Sono curiosi i cittadini di vedere le vostre Vespe? Sì, sono tutti curiosi, le Vespe è un fascino italiano che non smentisce mai. Dove passiamo tutti ci accolgono con braccia aperte, quindi è sempre un'emozione viaggiare in Vespa. Grazie signore. Sono un vespista pure io e sono vicepresidente e vicepresidente della nostra associazione e siamo in giro per l'Albania per passare qualche momento felice con amici di Durazzo, amici di Valona che abbiamo conosciuto in altri raduni. Ci stanno accogliendo a braccia aperte e ci stanno facendo conoscere le vostre usanze e i vostri paesi. Sono vespista anche io, veniamo dall'Italia, è un piacere stare qui in Albania, ci siamo stati altre volte ma non con le Vespe. È bellissimo perché la gente ci accoglie a braccia aperte, veramente un bel posto. Ringraziamo tutta l'Albania e continuiamo per il nostro percorso. Salve! Siamo contenti di partecipare a questo evento retro, bellissime macchine, veramente bello, la gente ci accoglie veramente di buon umore, sono contenti di sentire anche che parliamo italiano, forse è il fatto del marchio della Vespa. Grazie Albania, grazie. Mirë, më shumë mirë, erdhë me përqef nga Tirana kena ardhë, me që marrim pjesë gjithmonë kur kena mundësie kohë, kur kena kohën e lirë dhe kena ardhë këtu me shoqni që i njohim gjithmonë, edhe po kalojmë shumë mirë.
Është gjithsej nisemi që kurta rrugë nacionale, për ne i bjem shkurte, dalim atje.